Haleluja. Zoti është i mirë. Edhe ne jemi të privilegjuar që kemi mundësi të adhurojmë. Amen. Lavdi Zotit edhe për grupin e adhurimit që na drejton çdo javë. Jemi shumë të bekuar. Haleluja. Po dhe Zoti dëshiron vërtet që ne të përjetojmë çdo herë që ne mlidhemi ta përjetojmë praninë e Tij. Haleluja. Është një ndjesi e veçantë besoj unë, sepse ne inkurajohemi kur shikojmë njëri tjetrin duke adhuruar Zotin. Është shumë mirë kur adhuron Zotin në shtëpi, por është shumë mirë kur adhuron së bashku me vëllezër dhe motra. Unë e di kur isha besimtar i ri, mezi prisja që të shkoja në kishë, sepse më inkurajonte thjesht prania e besimtarëve të tjerë, më inkurajonte që ata po e adhuronin të njëjtin Zot që unë po adhuroja. Haleluja. Edhe ajo ndjesia që nuk jam vetëm, po ka dhe të tjerë që besojnë tek Zoti Jezus dhe e duan po atë sa e dua unë, edhe e ndjekin ashtu si e ndjek edhe unë, edhe kjo të inkurajon. Haleluja. Amen? Besoj, mua më inkurajon. A ju inkurajon edhe juve? Lavdi Zotit. Lavdi Zotit që nuk jam i vetmi që inkurajohem. Ajo çfarë ndjeva në frymë është ka të bëj me një pjesë të rëndësishme të shkrimit. Gjitha pjesët e shkrimit janë të rëndësishme, po unë do përmend një pjesë të rëndësishme të shkrimit që ka të bëj me praninë e Jezusit në kishë. Prania e Jezusit është diçka shumë e veçantë në kishë, edhe shpesh ne mlidhemi dhe vim në kishë, po nuk jemi të vetëdijshëm që Jezusi është këtu. Ne shikojmë njëri tjetrin, po nuk vendosim, si thuash, radion të kanali i duhur, që tani po shkoj një vend ku Jezusi në fakt është aty. Haleluja. Dhe kjo mbështetet shumë fort dhe fuqimisht nga vetë shkrimet e shenjta. Tek Zbulesa, kapitulli 2, të vargu 7, do filloj me këtë varg, është një shprehje që e gjejmë te libri i Zbulesës disa herë, një 7 herë sa e di unë, por shprehja është e tillë, thot, kush ka vesh le të dëgjojë atë që u thot fryma kishave. Kujt fiton, thot Jezusi, do t'i jap të haj nga pema e jetës që është në mes të parajsës Perëndis. Pra, kjo thënie, kush ka vesh le dëgjojë atë që u thot fryma kishave, përmendet afërsisht 7 herë vetëm tek libri i Zbulesës. Edhe atë çfarë dua të theksoj është pikërisht kjo fjala fryma thot kishave. Do thot kur ne mblidhemi së bashku, sa do është kish, ne mblidhemi së bashku, atë fryma e Zotit ka diçka që do na flasin neve si kish. Amen? Ka një fjalë që vjen sa herë që ne mblidhemi, prandaj duhet jemi të vëmendshëm për atë çfarë Zoti ka për ne. Unë besoj që edhe gjatë adhurimit Zoti na flet. Nuk është që ne duhet presim për fjalën e predikimit që Zoti na flas. Mund të flasë edhe përmes adhurimit, përmes një teksti në shkrimet e shenjta që ne këndojmë, Zoti, fryma e Zotit mund ta forcoj tek ty. Haleluja. Nuk e di, disa herë më ka ndodhur që pas adhurimit një këngë e caktuar ka ndenjur tërë javën dhe javën tjetër një këngë ka ndenjur me mua. Do të thonë, le të themi si për shembull kjo se ti je i denj o Zot, ti mund të shkosh nga kisha, vazhdon bën pazarët e tua dhe e ke muzikën. Se ti je i denj o Zot, haleluja, dhe nuk blen budalliqen kur bën pazar, haleluja. Sepse e ke haleluja, e ke frymën e Zotit që po të drejton, amen. Më kujtohet në kohën kur isha pastor i ri, misionar dhe udhtoja shpesh në Elbasan në atë rrugën e Krabës, që haleluja Zoti na shpëtoi nga ajo rrugë, por më kujtohet në atë kohë, flasin vitet 90-ta, kur futesh në ato fugonat e Elbasanit, edhe kur të alëshonin ata muzikën, dinga, dunga, danga, kur dilja mas një orë gjys, më duke sigur këtu më që hyrë ato këngët. Edhe shpesher kemi pas luftë, ne që ishim besimtarë dhe përdorin fugonat për në Elbasan, shpesher kemi pas luftë me shoferin, që fike këtë se na shurdhove, na çmende. E kupton? Pse? Sepse normalisht që muzika ka atë fuqinë që të ngjitet, është si një lloj ngjitsi. E imagjino adhurimin se sa më tepër fuqi ka se muzika e djallit. Kur ti dëgjon adhurim edhe mbi gjitha kur ti adhuron vetë Zotin, se sa ndikim ka në qenien tënde si besimtar. Haleluja. Amen. Kështu që kur mlidhemi, Zoti Perëndi përmes frymës së shenjtë na flet. Dhe
e gjithë historia, kur fillojmë lexojmë historinë tek letra e zbulesës, është shumë interesant sepse Gjoni, apostulli Gjon është tashmë i internuar, është një ishull, po vuan për shkak të besimit, dhe aty Zoti Jezus i shfaqet. Dhe nëse lexoni te kapitulli 1, është një shfaqje jashtëzakonshme e Jezusit, se si ai shkëlqen, se si është i veshur në lavdi. Domethënë është komplet një Jezus i transformuar. Nuk është ai Jezusi me cilin apostulli Gjon ishte mësuar, sepse kush ishte personi më i afërt me Jezusin, ishte Gjoni. Okay? Kush qëndroi në krahërorin e tij ose në prerët e tij ishte apostulli Gjon. Kush ishte ai apostull që thoshte dishepulli që Jezusi e donte, ishte apostulli Gjon. Domethënë ky e njihte shumë mirë, njihte edhe rrahjet e Jezusit biles. Por tani i shfaqet Jezusi në një zbulesë të jashtëzakonshme, në lavdi siç është tani, që shkëlqen, që është dritë. Amen. Është wow. Kur e lexoni zbulesën aty mund ta shikoni si është Jezusi tani. Amen. Nuk është si Jezusi kur ishte në tokë edhe thjesht i veshur me një robe të thjeshtë dhe duke ecur. Jo, tani shkëlqen Jezusi. Haleluja. Edhe ai thotë, shiko, thotë un kam një mesazh për ty, dhe atë mesazh që e kam, ti do ta shkruash një libër dhe do t'ja u çosh 7 kishave. Edhe në këtë vizion ai shikon çfarë? Shikon 7 yje dhe 7 shandan. Kur i shfaqet Jezusi. Dhe këto yje Jezusi i ka në dorën e tij ka yjet, ndërsa kur flet për shandanët, thot ai ecën midis shandanëve. Dhe pastaj kur Jezusi ja shpjegon apostulli Gjon se çfarë janë yjet dhe çfarë janë shandanët, ai thotë që yjet janë engjujt, angelos në greqisht, engjujt e kishave. Por tani normalisht që në Bibël fjala angelos përdoret edhe për engjujt e Zotit, po përdoret edhe për lajmtarët e Zotit ose njerëz që shpallin lajmin e mirë, njerëz që shpallin lajmin e Zotit, që në këtë rast mund të jetë pastori, mund të jetë një mësues, drejtues, një nga plesht e kishës, dikush që ka mbikëqyrjen e kishës. Dhe në këtë rast nuk mund të themi unë besoj që nuk e ka fjalën për një angel, sepse për i thot angelit mi thon kishës, dhe ne e dim që angelit nuk i flasin kishës, po pastorët ose drejtuesit i flasin kishës, edhe Gjoni i thot merre këtë mesazh, shkruaj në libër dhe çoja këtyre yjeve të mia, domethënë ata që Jezusi i shikon si të rëndësishëm që duhet shkëlqejnë para tufës, normalisht gjithmonë drejtuesi duhet shkëlqejë dhe duhet t'jap dritën e Zotit në kishën ku ai është, dhe pastaj thotë që unë heci midis këtyre shandanëve dhe shandanët janë kishat. Haleluja. Kështu që edhe kisha fitoria është një nga shandanët e Zotit. Çfarë ishin shandanët? Shandanët ishin ato mbajtëset metalike zakonisht të qirinjve, edhe gjithmonë simbolizonin dritën. Do thotë shandanët janë drita për një vend, edhe kisha është një dritë për atë vend ku Zoti e ka thirrur. Kështu që ti dhe unë jemi drita për këtë kom, ti dhe unë jemi drita për familjet tona, ti dhe unë jemi drita për njerëzit që na njohin, haleluja. Ne jemi shandani. Dhe sot mesazhi nuk ka të bëjë që kush jemi ne, po ka të bëjë me atë që Jezusi ecën në këtë shandan. Do thotë Jezusi ecën këtu në mesin ton. Ai është ai mysafiri i padukshëm në mesin ton. Edhe pse është i padukshëm, nuk do thotë që nuk është i pranishëm. Amen. Edhe pse është i padukshëm, nuk do thotë që nuk është i pranishëm. Dhe sa herë që ne mlidhemi, e dini në zakonet e hebreje, kur festonin Pashkën, gjithmonë linin një karrige bosh që ishte vendi i Mesias, dhe gjithmonë e bëjnë këtë. Pse? Sepse ai është mysafiri i nderit, i padukshëm, por i pranishëm. Haleluja. Dhe në kish gjithmonë Jezusi është ai i mysafiri kryesor, mysafiri i nderit, amen, që ne nuk e shohim, por ai është këtu. Dhe pikrisht ky është mesazhi që merr apostulli Gjon nga vet Jezusi. Dhe sa herë që e shikojmë që Zoti flet përmes këtyre 7 letrave, në çdo letër Zoti Jezus i flet kishës duke i inkurajuar dhe duke e qortuar. Nëse kisha është duke ecur mirë, e përgëzon. Nëse kisha nuk është duke ecur mirë, e qorton. Edhe i thot pendohu, sepse gjithmonë ka pasojat mëkatit. Këto ishin kisha, nuk ishin njerëz
të pashpëtuar. Këto ishin njerëz të shpëtuar. Pra çfarë po na bën shkrimi për ta kuptuar që Jezusi çdo herë kur ne mlidhemi, ai vjen këtu dhe ai vjen për të na inkurajuar dhe ai vjen edhe për të na çortuar nëse ne jemi larg rrugëve të Zotit. Pra janë të dyja anët e fjalës së Zotit, që ai dëshiron të na inkurajojë, por nganjëherë edhe inkurajimi mund të vijë si përmes një çortimi, kur thotë që mos e bëj këtë se nuk është mirë për ty. Tek shembulli, një nga shembull te kisha e Efesit, te kapitulli 2, thot te vargu 1, engjullit kishës në Efes shkruaj këtë. Këtë thot ai që mban të 7 yjet në djatën e tij dhe që ecën në mes të 7 shandanëve prej ari. Unë i njoh veprat e tua, mundin tënd, durimin tënd, dhe se ti s'mund t'i durosh të këqin. Ti i vure në provë ata që pretendojnë se janë apostoj dhe nuk janë, dhe i gjete gënjeshtar. Ti ke duruar, pra këtu është inkurajimi, ti ke qëndrueshmëri dhe për hir të emrit tim je munduar pa u lodhur, por kam diçka kundër teje, thot, sepse dashurinë tënde të parë e le. Kujtohu pra se nga ke rënë, pendohu dhe bëj veprat e para në mos do të visë shpejtit e ti dhe do të luaj shandanin tënd nga vendi vet, nëse nuk pendohesh. Pra, e shikojmë që vazhdoni, thot, ke edhe këtë i uren veprat e Nikolaitëve që i urej edhe unë, kush ka vesh dhe dëgjoj atë që u thot fryma kishave, kujt fiton do t'i jap të haj nga pema e jetës që është në mes të parajsës Perëndis. Pra çfarë është kjo? Kjo është në fakt një fjalë profetike, sepse profecia kur vjen nga Zoti ti edhe mund ta shkruash. Nuk është që ti thjesht do ta thuash, ti mund ta shkruash atë nëse Zoti ka dhënë një fjalë, ti pastaj vjen te kisha e thua, Zoti më ka thënë këtë. Pra nuk është që ne marrim thjesht një frymëzim të rastit edhe na ikën. Nëse është një fjalë nga Zoti, ajo do të qëndroj. Ajo do të qëndroj. S'ka nevojë të ikë, sepse Zoti e ka seriozisht me ne. Amen. Zoti ka fjalë serioze dhe veçanti nuk po them që çdo 5 minuta do vini profeci nga qielli, sepse kjo nuk është reale. Por profecit vinë në kohën e caktuar, në kohën e dur, gjithmonë Zoti na flet në kohën e dur, kur ne kemi nevojë ta dëgjojmë atë, ose kemi nevojë për një inkurajim sepse i ligu po na sulmon dhe po na dekurajon, ose kemi nevojë për një çortim sepse i ligu po na mashtron. Pra ka raste dhe raste se si fjala profetike vjen. Por ajo çfarë unë dua që ne ta kuptojmë dhe t'ja rikujtojmë vetes është që sa herë që ne mlidhemi, ne duhet jemi të hapur për fjalën profetike. Që Zoti ka një fjalë për mua. Zoti ka diçka për mua në mënyrë specifike. Dhe ajo mund të vijë përmes një vllai, një motre, mund të vijë përmes një bisede, mund të vijë përmes adhurimit, mund të vijë përmes fjalës që po dëgjon duke u predikuar tani. Ka mënyra të ndryshme se si fjala profetike vjen. Një predikuese e njohur unë gjithë ka thënë që kështu, një fjalë nga Perëndia mund të ndryshojë trajektorin e jetës tënde. Nuk ka nevojë që të jem 100 profeci. Një fjalë, nëse vjen nga qielli, mund të ndryshojë plotësisht trajektorin e jetës tënde. Imagjinoni jetën e Palit. Jeta e Palit është absolutisht e përshkruar me fjalë profetike. Që nga shpëtimi, Perëndia në mënyrë të mrekullueshme erdhzoi nga kali, e verboi, apo jo, e bëri që të vinë në vete, të reflektoj, edhe i tha, kë po përndjek? Po më përndjek mua, i tha Jezusi. Kush je ti Zota? Unë jam Jezusi, atë që ti po përndjek. Kë po përndishte Pali, po përndishte kishën. Por Jezusi u shfaq, haleluja, jam i sigurt që shumë njerëz janë lutur për Pali. Se është e mundur me pas një lloj manifestimit të tillë hyjnor nëse s'ka lutje. Por jam i sigurt edhe kam thënë disa herë që kisha e hershme e ka marrë fjalë për fjalë urdhën e Zotit. Lutuni për armiqtë tuaj. Lutuni për armiqtë tuaj. Dhe Pali thot nga dëshmia vet, shumë vet i ka futur në burg. Dhe për shumë vet ka rënë dakord kur i kanë dënuar me vdekje, ai ka dhënë dakordsinë. Pra, Pali ka qenë një person që të krishterët janë lutur 100%. Sepse ai ka qenë një përndjekësi kryesor, mund të themi, i kishës. Por që është e pamundur që kisha s'është lutë për të. Është lutë për të, edhe prandaj Perëndia veproi dhe erdhzoi atë, edhe pastaj vetë çfarë thot Jezusi, përmes profecisë i thot kështu: unë do t'i tregoj atij se sa shumë do vuaj për emrin tim, thot Jezusi. Pak e vështirë si fjalë, por shumë e vërtet, okay?
edhe është një, në Biblat e vjetra ka qenë ajo, e keni parasysh që kur lexoni Biblën ka si tip tituj të një pjesë të kapitullit, edhe titulli të kjo pjesë është Përndjekësi i përndjekur. Përndjekësi i përndjekur. Fix, tamam, kështu ka qenë. Ky ka qenë përndjekës, por pastaj të tjerët e përndoqën atë. Dhe ai vërtet e përjetoi atë çfarë vetë kishte bërë. Edhe kishte edhe më shumë hir dhe mëshirë ndaj përndjekësve vet, sepse e dinte e kam bërë unë këtë. E keni parasysh si dikush që është çliruar nga alkooli dhe takon një alkoolist. E ka shumë ma lehtë me kuptu, sepse thot, edhe unë kam qenë këto pranga, e di që është, kështu që unë mund të lutem për ty. Se sa dikush që se ka idenë që është thjesht në pushtet në alkoolit. Okej? Pra, fjala profetike duhet të jetë gjithmonë e mirëpritur në kishë. Pa profetësi, kisha nuk mund të ndërtohet. Fjala e Zotit thot, tek letra e parë e Korintasve, Pali thot kështu, ai që profetizon, u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje dhe ngushëllim. Do thot që është shumë e rëndësishme që fjala profetike të çirohet në kishë, sepse kështu ne ndërtohemi, kështu ne nxitemi, kështu ne ngushëllohemi nga vetë Zoti. Thot, ai që flet në një gjuhë tjetër e ndërton veten e tij, pra dhe të lutesh në gjuhë të reja, është shumë e rëndësishme se ndërton veten, por ai që profetizon ndërton kishën. Ai që profetizon ndërton kishën. Kështu që ne duhet jemi gjithmonë të hapur Zot, nëse ke fjalë për mua, sot jam kish, jam i hapur, dua dëgjoj diçka prej teje. Dua vërtet një inkurajim prej teje, dua që ti të më flasësh nëse jam diku gabim, që ti të më drejtosh, mos më lejo që trajektoria e jetës sime të shkoj ters, të shkoj keq, po të shkoj aty ku duhet. Haleluja. Haleluja. Pra Pali inkurajon në mënyrë të veçantë profecinë. Te letra e parë e Korintasve 14:1 thot, kërkoni dashurinë, lypni me zemër të zjarrt, dhuntit frymërore, por sidomos që të mund të profetizoni. Thot, kërkoni dashurinë, dhuntit frymërore, por sidomos që të mund të profetizoni. Pse? Sepse kur fjala profetike vjen në kishë, kjo do të thotë që fryma e Zotit po vepron. Se fryma e Zotit është fryma e profecisë, nuk jemi ne. Është fryma e Zotit, ajo është fryma e profecisë. Edhe kur ne nënshtrohemi frymës Zotit, atë profecia rrjedh lirshëm, edhe njerëz mund të inkurajohen, mund të sfidohen, mund të nxiten për gjëra të reja, mund të marrin fjalë nga Zoti që mund të jenë jetë ndryshuese. Fjalë jetë ndryshuese. Haleluja. Sa nga ju keni nevojë për një fjalë jetë ndryshuese? Oh, haleluja. Edhe nëse e njeh Zotin, edhe nëse ke shumë vite në Zotin, ti nuk mund të jetosh, asu nuk mund të jetojnë pa frymën e Zotit, që të na flas në mënyrë drejt për drejt. Është shumë e rëndësishme të japim hapësirë Zotit. Të japim hapësirë kur vim kishte, po vim që po vim, pa ma të vim tamam, po vim për qëllimet e duhura, po vim që të dëgjojmë frymën e Zotit, po vim thjesht për t'ja bërë qefi njëri tjetrit. Edhe pse ne e duam njëri tjetrin, po ma shumë e duam Zotin. Ma shumë e duam vullnetin e tij, jemi të sinqert. Ka dashuri, po dashuria kryesore është ndaj Zotit. Ajo është më e madhja. Edhe prej tij ne marrim dashuri për gjithë të tjerët. Haleluja. Kështu që po se deshe burimin, s'mund t'i duash të tjerat. Du ta duash burimin, që është vetë Perëndia. Haleluja. Dhe kur fjala vërtet e tillë vjen në kishë, ne duhet jemi vërtet të zgjuar. Unë dua t'ju inkurajoj. Jezusi është duke lëvizur në këtë shandan. Edhe ne du të kemi zemrat tona të hapura, ne du të kemi mendjen tonë të hapur për Zotin, ne du të kemi veshët tanë frymëror të zgjuar për të kapur. Zot, çfarë po më flet ti tani? Çfarë ke ti për mua? Çfarë ke ti për mua? Ti ke diçka për mua. Amen? Dhe nëse kemi fjalë profetike, gjithmonë ju kemi inkurajuar, rish fletoni fjalët që keni marrë nga Zoti. Sepse njeriu haron, ne jemi gjithë krijesa që harrojnë. Ne duhet i rishfletojmë ato fletët ku kemi marrë një fjalë profetike ose edhe më shumë fjalë profetike, të rishikojmë sërish dhe të lutemi sipas tyre. Sepse profeci do të përmbushen nëse ne i kërkojmë me besim dhe lutje. Nuk do përmbushen sepse thjesht e ka thënë dikush. E ke edhe ti pjesën tënde. Edhe unë e kam pjesën time. Me çdo fjalë profetike që vjen nga Zoti, ne kemi pjesën tonë gjithashtu. Ne duhet bashkëpunojmë me frymën e shenjtë. Okej, Zot, për shembull Zoti më tha, fillim kur sapo isha shpëtuar që Tomar ti do shkosh në Shqipëri. Okej, unë s'kisha qenë asnjëherë në Shqipëri. Isha në Suedin atko.
Tani se si do të ndodhi kjo, është tamam si Maria, kur engjulli i tha, ti do ngjeresh ta zën, do lindësh birën e Perëndisë, dhe si do ndodhi kjo, unë s'njoh burr. Edhe ti mund të thuash kur Zoti të flet diçka, ti mund të thosh, po si do ndodhi kjo? S'ka problem, thot Zoti. Nëse ti më bindesh, se ti më ndjek do ndodhi. Amen, nuk do ndodhi thjesht sepse ta thash, po do ndodhi nëse ti më bindesh, nëse ti më ndjek, atë do ndodhi fjala profetike. Amen. Tani duke qenë që kam mbi 30 vjet në kish, kam parë fjalë profetike të shumë njerëz, por ata s'janë kish më. Edhe di që ajo fjalë nuk mund të realizohet sepse s'janë kish më. Janë larguar nga burimi, janë larguar nga vendi ku fryma e Zotit vepron. Sepse pavarësisht profecisë tënde, nëse ti e shikon jetën e Palit, ai mori një profeci, vazhdoi ndoqi Zotin. Mori një profeci tjetër, vazhdoi ndoqi Zotin. Mori një profeci tjetër, vazhdoi ndoqi Zotin. Pra kështu ishin të gjitha fjalët profetike, ishin në sekuencë, njëra pas tjetrës. Kur le të themi, një fjalë u përmbush, Zoti dha një fjalë tjetër. Okej? U përmbush kjo fjala, Zoti tha një fjalë tjetër. Për shembull në rastin e kur Pali, le të themi një shembull, Pali ishte në rrugë në Jerusalem, Luka bashkë me skuadrën e tij, vjen një profet dhe e merr ripin e Palit, thotë kështu do ta lidhin Palin kur shkojnë në Jeruzalem. Edhe gjithë grupi rreth e rrotull Palit thotë mos shkojnë në Jeruzalem, mos shkojnë në Jeruzalem. E tha, ça po ma thyni zemrën. Ju e dini që unë për Zotin jam gati me vdek. Domethënë unë jam plotësisht i dorëzuar Zotit. Edhe çfarë ndodhi? Ai shkoi, ku shkoi? Shkoi në Jeruzalem. Ku shkoi në Jeruzalem çfarë ndodhi? E rafën, e futën në burg apo jo? Edhe u realizua ajo që ky njeri që kishte këtë rip do të përndiqet kur shkon në... Po vetë Pali e dinte, fryma e Zotit kishte thënë që në çdo vend ku ti do shkosh ti do përndiqesh. Fjalë shumë e vështirë me pranu nga fryma që kudo që shkoj kam e përndjek, por ja kjo ishte fjalë profetike dhe shumë e vërtet. Por ma mirë me ta thonë se me ta ashtu bum. Unë mendoj, ma mirë kur Zoti ta thot diçka dhe ti e din edhe për shembull do të trafin e di Zot ma ke thonë, kështu që tash e di, e duroj sepse e di që Zoti ma ka thonë që kanë me mre. A kështu kur ti shkon kështu, tu prediku ungjillin e trefin, ti thosh o Zot pse mrafën? Unë predikova ungjillin. Ma mirë me tregu që kanë me tre, me dhaj une. Zoti ishte shumë fair me Palin, i tregoj. Dhe pastaj, çfarë Zoti i thot? Zoti prapë i thot Palit që ashtu siç dëshmove para mbretit Agripës aty në Jeruzalem, do dëshmosh edhe para Cezarit. Tani, kjo ishte fjalë prapë profetike që Jesi i dha në vizion, apo jo? Fjalë hyjnore. Mund ta quajmë vizion, mund ta quajmë se ka lloj-lloj mënyra se si fjala nga Zoti mund të vi. Mund të vi me ëndër, mund të vi me një vizion, mund të vi me një fjalë përmes një profeti, mund të vi drejt për drejt si fjalë njohurie në lutjet e tua. Ka lloj-lloj mënyra se si vjen. Kryesoria erdhi dhe çfarë tha Zoti? Ti ashtu si ke dëshmuar këtu, do dëshmosh edhe në Rom. Por që nga fjala që u tha, shkuan 2 vjet në burg, mo vëllezër dhe motra, nuk u realizua me njëherë. 2 vjet ndenjë në burg. Tani, normalisht Pali mund të kishte thënë, Zoti më ke thonë që më shku te Cezari, çapo bëj këto. Edhe të nesër prap, Zoti më ke thonë që më shku te Cezari, çapo bëj këto. Dhe 2 vjet mund të kishte shkuar kështu. Po Pali kishte mësuar leksionin, që kur Zoti flet, ka një kohë dhe ajo bëhet. Nuk është Zoti flet e bum bam u bë. Jo, se nuk po flasim për magji, po flasim për një marrëdhënie me Zotin. Dhe fjala profetike të mëson se si të kesh një marrëdhënie konstante me Perëndin. Të vazhdosh ta ndjekësh Zotin, edhe kur s'ka sinjale që ai është rreth rrotull teje. Mas 2 vjetëve, çfarë ndodh? Palin e transferojnë për në Rom. Pa e rruga për në Rom ishte shumë e vështirë. Biles dash mbytet anija. Prap Zoti i flet. Duke u prish anija, thot një engjëll i Zotit më shfaqet, engjëll i Perëndisë të cilit unë i shërbej, mu shfaq dhe më tha që asnjëri prej jush s'ka me vdek këto. Por anija do prishet. U prish anija, askush s'vdiq. Shkuan ku përfundoi anija e mbytur në Malt, ishullin e Maltës, këtu Kojshie kena. Dhe sa po dolen ata ishin, si tha Pali, po çfarë zgjuarësie, o Zot, sa do doja të isha me Palin në një nga këto aventurat.
Sepse kjo është vërtet aventurë, unë kur e shikoj librin e vepra më duket çfarë këto filmat aksion s'kan kurfar aksionin krahasim me këto. Këta, gjitha ato njerëz, shumë njerëz, patën për të vdekur dhe Pali thot, jo, asnjëri s'ka për të vdekur. Bile si inkurajon që të hajnë bukë, sepse ata një kohë gjatë nuk hëngrën. Edhe inkurajon thot hani, sepse nuk keni për të vdekur. Po momentin që gjithë këta të lagur, të lodhur, domethënë afër vdekjes zbresin në ishull, këto njerëz të Maltës, nuk e di se si janë sot, për në atë kohë kanë qenë shumë mikpritës, edhe bën zjarin, i dhan ushqim, kujdesën, edhe pse këta ishin burgosur, njerëz të Maltës ishin shumë dashamirës. Por Pali, edhe në atë lodhin e tij, edhe në atë sfidën se të mbytet anija nuk është gjë e lehtë, shkon për të punuar, për të marrë ca copa druri për të ndezur zjarin. Dhe sapo e merr atë, t'i kapet një nepërk. Edhe i ngjitet nepërk. Ata normalisht helmi i gjarprit të vret. Edhe gjithë njerëzit rreth e rrotull Pali po prisin, tha, ky me siguri është një vrasës, se drejtësia hyjnore nuk po e lejon të jetojë. Ja, prandaj e kapi gjarprin. Si këtu që flasin në Shqipëri kur i ndodh njerëz diçka e keqe. O koni keq ai, prandaj i ka ndodhur kjo. Ja, edhe kjo i ndodh dhe Palit. Po Pali nuk ishte i keq, apo jo? Pali ishte shumë i mirë. Amen. Sa besojnë që Pali ishte i mirë? Gjithë besojnë. Ju tjerë që s'besoni lexoni më shumë. Por dua të them këtë, që vërtet gjarpri e kapi, e pickoi dhe gjithë po prisin që ai të fryhej dhe të vdiste. Kur kjo nuk ndodhi, që ai nuk vdiq, ata thanë, ky me siguri është perëndi. Njerëzit shumë shpejt e ndryshojnë mendimin për ty, e ke vënë re? Njëherë mund të ulin poshtë, njëherë mund të ngrejnë lart, bëjnë perëndi. Po Pali si ishte fare, i shqetësuar. Pse mendoni jo? Unë ja u them vërtetën, sepse e dinte. Unë kom e shku të Cezari edhe 10 gjarprime më kap, unë të Cezari kom e shku. Për që këto s'kanë me mbo kur gjomu. Pra, fjala profetike të bën ty të rezistosh çfarë do lloj sulmi që i ligo si edhe jetën tënde, sepse ti e ke fjalën nga Zoti dhe ti e din. Zoti tha ti do dalësh para Cezarit. Kështu që ajo në përka, si thot ai, e shkundi, asumor me të, e shkundi dhe e hoqi, sepse ai e dinte, edhe çfarë thot fjala e Zotit, ai shkoi te kryetari i Maltës, babai i tij ishte i smur, u lut për të, u shërua, thot gjithë njerëzit erdhën edhe morën shërim përmes lutjeve në emrin e Jezusit. Haleluja. Pra, në gjithë të katastrofë që mund të duket, Zoti shfaq lavdinë e vet. Por fjala profetike e ka ndjekur Palin dhe unë besoj duhet të ndjek çdo besimtar, sepse është diçka që na përket ne, nuk është diçka për disa njerëz të veçantë. Është për çdo fëmijë të Perëndis, ne jemi gjithë të pajisur që ta dëgjojmë frymën e Zotit. Dhe tani, unë nuk dua që neve të mendojmë, edhe unë nuk po them që ne do dëgjojmë zëra nga jashtë. Ajo çfarë ne do dëgjojmë është zëri brenda nesh, sepse fryma e Zotit jeton brenda zemrave të besimtarëve. Kështu që unë nuk po inkurajoj që t'i hapim vesh me dëgju diçka nga jashtë, por ne mund të dëgjojmë në frymën tonë, frymën e Zotit, edhe ai dëshiron të na flas kur ne mblidhemi. Amen. Pra kjo është një kohë kur Zoti flet, edhe ne duhet të jemi të hapur që ai të na flas. Por kjo që ta ndezësh, du ta ndezësh ti këtë gjë, nuk është që unë mund ta ndezi për ju. Unë mund ta ndez në zemrën time këtë dëshirë që po Zot dua të dëgjoj çfarë ti ke për mua. Çfarë ti do që të më thuash, çfarë ke sot në këtë shërbes të përbashkët. Pra Zoti dëshiron që ti flas secili prej nesh, sepse ai është këtu. Dhe këtë e përjetojmë kur jemi bashkë, këtë ne mund ta përjetojmë edhe në kohën kur jemi me Perëndin, në shtëpitë tona. Një person që quhet Henry Blackaby, edhe ky ka lëvizur shumë në profeci, edhe ai thotë që ne duhet të bëjmë çmos që të veçojmë një kohë me Perëndin, edhe nëse kjo do thotë që ti dhe unë të zgjohemi më herët se zakonisht. Pra ne duhet sigurohemi që të ndajmë veç një kohë cilësore për Perëndin, sepse ndryshe nuk mund ta dëgjojmë mirë Zotin nëse nuk ndajmë një kohë veç me Perëndin. Dhe një CEO i një organizate të famshme erdhi te ai dhe i tha: po ti se ke idenë se sa i zënë që jam. Blackaby u përgjigj: më duke se ti nuk e ke idenë se me kë do takohesh.
Dhe ky është problemi me ne. Ne nuk e kemi idenë me kë po takohemi. Prandaj sepse me thon dikush që kimë taku një, ku ta diunë, ja thon një emër një njeriu të famshëm, po jo në 5, po në 3, në mëngjes ishte çu. Edhe ishte përgatitur, ishte rregulluar, dhe mezi kishte prit me shku te çaj personi famshëm. Po nëse kemi idenë që po takohemi me krijuesin e gjithësisë, kjo është problemi. Ne kemi një pamje shumë të vogël të Perëndis, prandaj nuk i kushtojmë rëndësi atij. Vetëm kur na vjen ai litaret e fyti, pastaj o Zot, kam nevojë për ndihmë, lutem. Kjo nuk është ecje me besim, sipas mendimit tim. Kjo është ecje në dëshpërim. Po në besim është tjetër, edhe Perëndia meriton një respekt më të madh se njerëzit e tjerë që ne i njohim. Po duhet me ja rikujtu vetes që Perëndia meriton respektin më të lartë. Dhe prandaj duhet japim kohën cilësore Perëndis. Haleluja. Gjatë kësaj jave që ka kaluar, ka pasur një takim profetik tek kisha IPA, edhe sot kemi edhe pastorin e IPA-s to, dhe ishte një grua, Satoko, nga Japonia, e cila kishte ndarë një fjalë profetike, dhe vërtet më bëri përshtypje fjala, e kam të shkruar, nuk do ta lexoj gjithën, por ajo një gjë që ajo kishte parë në lidhje me Shqipërinë, fjala për Shqipërinë, ishte që këtu një mënyrë dominon ajo fryma e frikës dhe frikësimit, një mënyrë që njerëzit njëri tjetrin nganjëherë e kërcënojnë dhe e friksojnë, dhe kjo na ka ndodhur shpeshherë për shumë gjëra në qytet, kur njerëzit le të themi si ja plotsojnë atë çefin secili, se s'mund t'ia plotësosh çefin, njerëzit menjëherë kërcënojnë këto. Nuk e di e keni vënë re, po kjo është fryma e friksimit dhe e kërcënimit në mesin tonë. Dhe një gjë tjetër që kishte parë është që njerëzit në Shqipëri kanë frikë nga dy gjëra. E para është frika nga vdekja e parakohshme. Domethënë që vdesësh para kohe, përmes një aksidenti ose një fatkeqësie, dhe frika tjetër është frika nga sëmundja dhe lëngata. Edhe nuk e di a e keni vënë re, po njerëzit këtu për shembull thonë, le të them kur dëgjojnë për dikë që është i smur, thonë, dash Zotit mos ndodh mua. Domethënë është ajo frika në pse, sepse e dim se si është sistemi, edhe normalisht friksohen që po përfundova atje ku për mua. Po kjo nuk do të jetë pjesa e të krishterëve, sepse neve çfarëdo që ndodh, Zoti është me ne. Edhe kjo lloj fryme nuk duhet të jetë në zemrat tona, as në mendjet tona, as familjet tona. Ne duhet në mënyrë aktive ta rezistojmë këtë lloj fryme të frikës dhe frymën e friksimit. Në gjuhën angleze është intimidation. Pra kur dikush të frikson, edhe do të shtyj përmes frikës që ti të bësh atë çfarë ata duan. Dhe po, kështu që do doja të isha aty, po si isha aty edhe dikush ma çoi këtë profecinë, edhe e kam lexuar, dhe për ata që janë të interesuar mund t'ja dërgoj këtë fjalë profetike, po e përshkruante shumë mirë Ballkanin, Shqipërinë, edhe pse ajo ishte japoneze me origjinë, por Zoti e din territorin, edhe shumë e rëndësishme të dimë se çfarë po ndodh në botën frymërore, edhe një pjesë e profecisë kishte të bënte me këtë që mos ju dorëzo frymës frikës dhe friksimit, dhe mos e lejo këtë lloj fryme që të veprojë tek ty, sepse ti ke një thirrje më të lartë. Amen. Haleluja. Një gjë çfarë bën, domethënë fryma e profecisë është që vërtet ajo mund të çlirojë nga shumë gjëra që ti nuk i sheh në frymë, sepse kur ti merr një fjalë profetike që zbulon situatën tënde, ti mund të çlirohesh nga gjërat që Satani po i bën në prapaskenë. Se ne nuk e shikojmë errësirën, por fjala profetike mund ta zbulojë errësirën. Edhe mund të nxjerr punët e errësirës në shesh, që ti ta kuptosh më mirë situatën, sepse po ndodh diçka ose pse je në këtë situatë. Një shembull tjetër që e kisha për të ndarë është që e keni parasysh në vërtet kur dëgjojmë fjalën profetike, kjo e bën atë dallimin midis nesh dhe njerëzve të botës, sepse njerëzit e botës nuk e kanë këtë lloj fryme. Është vetëm kisha që e ka frymën profetike. Dhe popujt e botës çfarë bëjnë? Ato dëgjojnë zërin e të ligut, por populli i Zotit e dëgjon zërin e Perëndisë. Edhe si e dimë ne që populli i botës e dëgjon zërin e të ligut, sepse thjesht nëse ti hap lajmet, ti
ti mund të shikosh gjitha gjërat negative që përsëriten dhe përsëriten, edhe bota e ushqen të vetët me negativitet. Dhe ti dhe unë du të kemi shumë kujdes që kjo lloj fryme të mos futet në ne, sepse nëse neve lejojmë errësirën dhe kronikën e zezë që të futet në ne, atë çfarë do nxjerrim ne? Është tamam si një farë keqe që po mbillet tek ne. Edhe çfarë shkakton kjo? Kjo shkakton që njerëzit mbushen me frikë, me zemrim, zemrat e tyre dobësohen nga lajmet negative, mpihen dhe nuk kanë as forcë me bëu diçka drejt sepse thonë ku po jetoj, o çapo ndodh, gjithë njerëzit janë të këqinj etj dhe e krijon këtë mentalitet negativ për situatën ku ti je. Këtë thotë edhe Bibla, e dini, është një shembull në Bibël me Lotin. Loti është një shembull i dikujt që ka lidhje me Perëndin, por nuk merr vendime të dhura për jetën e tij dhe familjes së tij. Dhe ne nuk duhet dhe nuk mund të jetojmë në një ambient që është mbytës për besimin tonë. E dini për Lotin të 2 Pjetri 2, 6 dhe 8, Biblia thotë kështu. Perëndia dënoi me shkatrim qytetet e Sodomës dhe Gomorës, duke i bërë hi, dhe bëri shembull për ata që në të ardhmen do të jetonin pabesisht. Dhe e liroi të drejtin Lot, pra Biblia e quan Lotin të drejt, ashtu si ne jemi të drejt, liroi të drejtin Lot që helmohej nga sjellja imorale e këtyre të çoroditurve. Helmohej nga sjellja imorale e njerëzve të çoroditur. Sepse ky i drejti banonte mes tyre që nuk duhet ta kishte bërë, sepse kur ti e shikon që po jeton në një vend që është plotësisht mëkat, shpërngulo. Edhe Abrahamin e kishte xhaxha, mund shkonte xhaxhaj. S'kishte nevojë të rrinte aty. Dhe çfarë thot këto? Ky drejt banonte mes tyre dhe e mundonte për ditë shpirtin e tij të drejtë, duke shikuar dhe duke dëgjuar veprat e tyre të poshtra. Edhe kjo është një parim këtu. Ti dhe unë e kemi shpirtin e drejtë, ne sepse kemi besuar te Krishti dhe ai na ka bërë të drejtë. Pra kemi Jezusin. Po dhe ne, si të drejtë, mund të helmohemi nga sjellja imorale. Ne mund të helmohemi. Po, mos të bën gjë, mund të shikoj çfarë të dua. Alarm, alarm. Nuk mund të shikosh çfarë të duar, sepse Bibla thotë tu Loti shikoi dhe u helmua, pra nuk u helmua kështu që i ra pika, po u helmua në shpirt, u helmua në mendjen e tij, duke shikuar budalliqe që ti ashtu do bësh, si ato që shikon. Dhe thot, ai u helmua nga sjellja imorale dhe ne e mundojmë shpirtin ton, kemi probleme me mundim, me ankth, me gjëra jo të mira në shpirtin ton po flasim tani, ose në mendjen ton. Ajo çfarë ti shikon, ajo çfarë ti dëgjon, automatikisht hyn tek ti. Jo, po unë i di këto gjëra, absolutisht jo. Çfarë ti shikon, çfarë ti dëgjon, hyn tek ti. Hyn tek ti. Këtë e thot fjala e Zotit, jo pastori. Hyri te Loti. Edhe shohim që jeta e tij si përfundoi në incest me vajzat e tij, në alkoolizëm. Edhe biles kur engjulli i tha, "Ik nga këtu", tha, "Jo, shumë larg, a mund të shkoj deri këtu." Edhe nguronte mu largu. Gruaja e vet nuk e dëgjoi atë. U kthye dhe u bë statuj kripe. Edhe Jesu e përmend atë si shembull, që dikush që do t'i shërbej Zotit nuk mundet me një këmbë botë e me një këmbë mbretëri. Jo, s'ka. O me 2 këmbë mbretërinë e Zotit, o hiç. Nuk mund të bëjmë këtë me Zotin. Herë këtej e herë këtej. Nuk mund të bësh këtu, sepse një ditë vetëm kur bën herë këtej dhe ngjilesh atje. Okej? Nuk mund të bësh këto lojra me Perëndin. Duhet ta vendosësh. Çfarë do nga jeta? Do Perëndin apo do botën? Po pse kam unë këto probleme? Unë nuk e di pse ke këto probleme, por unë e shikoj se si problemet mund të vinë. Çfarë po shikon? Çfarë po dëgjon? Dhe ja u siguroj që nëse ne dëgjojmë fjalët profetike, shikojmë fjalët profetike që Zoti na ka dhënë, atë ne do të shkojmë drejt rrugës që Zoti ka caktuar për ne. Po nëse ne shikojmë profecitë e botës, kronikën e zezë, edhe budalliqet që çdo, për shembull, këtë javë kanë vdekur kaq veta. Javës tjetër do vriten të tjerë, ja u siguroj unë, hala pa i pa lajmet. Unë e di që javës tjetër njerëz të tjerë do vriten. Jam i sigurt që njerëz të tjerë do të shkaktojnë aksident. Pse? Sepse kjo është bota do shkojnë në këtë mënyrë. Nuk është një lajm, sikur po presin një lajm bombë të errësirës.
Qa do shikojmë qa bën djalli? Ne dim qa bën djalli, e thot Biblia. Vret, shkatron, mashtron, vjedh. Këto i bën djalli. Pse të shikojnë kronikën e djallit, kur e kam kronikën e Zotit, këto është e bardhë, nuk është e zezë. Haleluja. Dhe Zoti thjesht dëshiron t'ju paralajmëroj. Mos e mundoni shpirtin kot. Pse po e mundoni tu dëgju lajmet e tjerëve? Edhe më duket se një predikues ka thënë kështu, nëse lajmet të shqetësojnë, mos i shiko kur, sepse ti vetë po e hap derën për djallin me hy. Atë shqetësoj lajmet, s'ke nevojë pa fike, okay? Si e gazetar që duhesh mi ditë të fundit. Ne jemi besimtar. Duam të dim të fundit e Zotit, çka ka lajmin e fundit të Zotit, po jo çka ka bota, se bota vetëm plera ka. Kur s'do ketë ndaj lajm të mirë. Gjithmonë kronik të zezë. Po pastor, nëse unë nuk i shikoj lajmin, nuk e di çfarë po ndodh në botë. Do dish nëse lutesh Zotit tregon. Tregon ato që është e rëndësishme për ty. Ato që duhet ty. Haleluja! Amen. E di që s'pi pëlqen shumë, po çfarë më bëj? Kjo është fjala e Zotit. Helmi të ligut vjen në forma të tilla. Edhe nuk ka ndryshuar. Se historia e Lotit ka mira vjet, nuk është histori e re. Do thënë djallit një të punë bën, por neve duhet të fokusohemi te Zoti. Neve duhet të fokusohemi tek fjala profetike. Neve duhet të fokusohemi te fryma e shenjtë. Sot je në kish, shpresoj që ke ardhur me këtë qëllim që dëgjosh diçka nga Zoti dhe jam i sigurt që ke marrë diçka nga Zoti. Sepse nëse vjen me këtë qëllim, ai është këtu edhe ai është duke ecur midis kishës. Dëgjoj zërin që flet nga brenda, fryma e Zotit do të na kumtoj, jo vetëm gjërat që Jezusi ka thënë, po edhe gjërat që do të vinë. Haleluja! Unë jam shumë interesuar në të ardhmen time në Zotin. Dua të di çfarë do vi Zot, çfarë ke për mua, çfarë ke për të ardhmen time, dua ta di. Amen. Haleluja! Dhe këtë fryma e Zotit ta garanton. Nëse je me mua, nëse por ulesh para meje, do ta dish të ardhmen tënde. Do ta dish të ardhmen tënde në Zotin. Kjo është kryesori. Haleluja. Amen. Haleluja. Kështu që për juve që doni të dini më shumë mbi këtë fjalë profetike mund t'ja u dërgoj këtë fjalë profetike, edhe dua që thjesht të lutemi tani. Të lutemi së bashku sepse jam i sigurt që secili që ka kohë që ka ardhur në kish, ju keni fjalë profetike. Nuk është sot hera e parë. Por nëse je në kish, po s'ke marrë asnjë një fjalë profetike, Zoti edhe mund ta jap nëse ti je duke kërkuar drejtim. Amen, nuk ka asgjë të pamundur për Zotin. Haleluja. Po le të lutemi tani, edhe un jam i sigurt që fryma e Zotit dëshiron të flasë gjithë secilit prej nesh. Qoftë edhe një fjalë e caktuar tjetër, e thjesht për ty, por shumë domethënse vetëm le të jemi të hapur dhe fryma e Zotit do të flasë. Haleluja. Haleluja. Po Zot, ne falenderojmë, Zot Perëndi, për fjalën tënde, Zot. Faleminderit që ti je Zoti që ecën nëpërmes shandaneve, nëpërmjet kishave. Ti je mysafiri i padukshëm, por shumë i pranishëm. Dhe përmes frymës tënde, Jezus, ti je Zoti i flet besimtarëve. Faleminderit që i flet gjithë secilit që është sot në kish. Faleminderit që na bën edhe të vëmendshëm që sa herë që vim në kish, ti ke fjalë, ti dëshiron të na flasësh. Ti dëshiron të komunikosh me kishën tënde, Zot. Zot, ne besojmë në fjalën profetike. Ne e dim që fjala profetike ndërton, nxit, ngushëllon. Dhe ne duam, Zot, që fjalët profetike të jenë gjithmonë, Zot, të mirëpritura në kishën tënde, Zot. Ne jemi një popull profetik. Jeta jonë është profetike, Zot. Jeta jonë i flet kësaj bote, Zot, që ti ekziston, që ti e do këtë botë, që ti ke një plan për gjithë secilin që vjen tek ti. Haleluja. Zot, vërtet na mëso që ta dim, edhe kur veçojmë kohë për ty, që ne ta dim, Zot, se me kë po komunikojmë, Zot. Që ti nuk je si të tjerët, që ti je Perëndia, dhe ti e meriton atë kohën e veçantë, ku ti mund t'i flasësh drejt për drejt zemrave tona, për të ardhmen tonë, Zot. Për gjëra që janë të rëndësishme, Zot, që ne, Zot, i dimë, Zot. Haleluja. Faleminderit, Zot, që Biblia është plot me shembuj ku ti u flet njerëzve, ku ti i drejton njerëzit, ku ti i mbron njerëzit, ku
ku ti këshillon njerëzit, ku ti udhëzon njerëzit. Bibla është plot me fjalë profetike, Zot. Edhe Jezusi erdhi për të përmbushur profecitë që ishin thënë për të. Haleluja. Edhe lutem që edhe ne, o Zot, përmbushim profecitë që do thuhen për ne ose janë thënë për ne, që ne ti përmbushim ato me hirin dhe dashurinë dhe fjalën tënde. Dhe ato profeci që janë futur në sirtarë, unë lutem që të nxjerrim nga sirtare, që t'i rishikojmë, që të lutemi sipas tyre, që ato vërtet të përmbushen në kohën e duhur, në kohën e tyre që ti ke caktuar. Zot, ne besojmë, Zot, besojmë në frymën tënde të shenjtë, që është fryma e profecisë. Zot, ne besojmë që ti flet kishës. Zot, ne besojmë që ti je këtu. Haleluja. Faleminderit, Zot, që inkurajon edhe ata që asnjëherë s'kan dëgjuar diçka të drejtë për drejtë në zemrat e tyre, që ti do t'i flasësh tani, Zot. Faleminderit frymë e shenjtë që vepron tani. Faleminderit që inkurajon dhe nxit kishën e Perëndisë. Në emrin e Jezusit ne lutemi. Amen.